Do të para ta i vlia, i filoni, një me kësa konë namazlia mu, rametlia diç në Ramazan. E Abdullah ibn Ubej ibn Seluli ka vdekën në Medinë, në Bakia Varraus, e Bujeli në Mekke ka vdek, edhe s'ka i në gjennet, ndërsa ki rametlia i jotë, po i në gjennet. Për gjenneti a që shdo shti, a që shdo në Allah. A ti e ki maru gjennetin Allah. A ti i fut njërë të gjennet apo Allah. Për ata mos i ban qef vetë vetës. As mos i rrejnë qërë. S'ka gënjeshtën me e modhe se me i thonë filonit rametli. Kushta që është rametli? Ndoshta është azabli. Pe gjunove të mëdhaja është mi dikthon për dikan rametli. Për shkak se pejgamberi Allahu të pati dhënum kur thanë për një fëmijë se rametli. Kush është ai që ka kompetenca mu përzit në çështjet e Allahut? Allahu e mëshiron apo e ndeshkon? Po thuaj Allah e mëshiron. Bando, s'ka problem. Ama rametli? Ka be disa në rametli. Xhamia se ka ditë derë. Agjerimin se ka ditë kush fillon dhe kur mbaron. Veç Bajramxhi ka qenë. Gjithashtu haç s'ka ni për këto. Pastaj rametli. Rametli të ti, të Allahu Azza wa Jalla nëse azabli. Para ta nuk kena të drejta të flasmi për Zotin ton pa dituri. Me fol për Allahun pa dituri është një ndër mëkatet e mëdha që Allahu ne i dhuron fort. Allahu nuk don të flet në kështu.